Në 1468 shqiptarët I qëndruan asaj furisë osmane në disa teritoret të shkëputura të Shqipërisë Veriore, ku kishin dy kryeqendrat, Krujën dhe Shkodrën, ku bashkëluftëtarët e Skënderbeut dhe Venediku përpoqen për një periudhë 10 deri 11 vjeçarit I bënin ballë furisë osmane, por rezultat sepse fuqia më e madhe ushtarake e kohës në shekullin e 15, në fund shekullin e 15, shekullit 15 dhe fund shekullin e 15 arriti të pushtonte Krujën në 1478 dhe një vit më vonë dhe Shkodrën në 1479. Përfundimisht Shqipëria pushtohet nga Perandoria Osmane dhe me gjithë përpjekjet sporadike që bën Mbretëria e Napolit dhe Venediku më te interesat e tyre për të penguar një sulm osman drejt gadishullit italik dhe për të shqetësuar prapavijat turke në Shqipëri, dërgohen një sër princash shqiptar bashkëluftëtar të Skënderbeut, por dhe familjar të tij, siç ishte I biri Gjon Kastrioti I ri, por dhe I nipi Gjeri Kastrioti I ri ose Skënderbeu I ri. Më pas në fund të shekullit të 16, fillimi I shekullit të 17, u zhvilluan një sër kuvendesh si shqiptare, por dhe ballkanike ku morën pjesë shqiptarët, të cilët me vonë lëvizje nga strukturat e kishës katolike dhe nga Austria natyrisht për të për të goditur përsëri ato prapavijat osmane. Shekulli 16-17 janë përplasjet e mëdha që bën Ballkanin e Veriut Perandoria Osmane, e cila pas kërkon që të dali në Austri, në Gjermani dhe rrethon dhe disa herë Vienën, dhe austriakët që marrin përsipër të bllokojnë invazionin turk në Europën qendrore dhe perëndimore. Dhe kemi një sër kuvende shqiptare, siç është ku epicentër ka qenë Mati, nisin qysh në 1594 në manastirin e Shënmërisë në Mat. Këtu ku po bëj një ndërprerje të vogël, ju keni qenë ndoshta shumë pak kohë më parë, pikërisht në Mat, patët rast ta kujtonit këtë kuvend është kuvendi me historianët Matian, lidhur dhe me muzeun atje dhe diçka u ndalëm në atë kohë. Pikërisht paralelizmi është shumë I drejtë. Mati ka qenë qendër dhe në muzeun e Matit është dhe një fresk I Naxhi Bakallit, I piktorit të mirë njohur, që flet për kuvendin e manastirit të Shën Aleksandrit në Dukagjin të Matit, në fshatin Dukagjin të Matit, viti 1598, ku ishte një kuvend bar shqiptar, ku morën pjesë përfaqësues nga 14 bar shqiptar krahina, dhe është dokumentuar dhe përfaqësues të krahinës të Myzeqes. Dhe dështoi si përpjekje. Pastaj kemi sër kuvendesh ballkanike, kemi dy në kuvende që zhvillohen gjatë vitit 1614 në Kuç të Malësisë Madhe, kemi një kuvend në Prokuplje të Serbisë 2 vjet më vonë, dhe në 1620 është kuvendi I fundit I Beogradit, dhe pas të gjitha këto për organizim kryengritje, gjithçka hesht dhe fillon ajo nata ai terri osman. Këtu më del diçka nderori lirë. Edhe me këto kuvende të kësaj periudhe shumë të hershme, ose pas Skënderbeut, të kësaj kohe, edhe në kuvendet e fazës së rilindjes, kam vënë re, nga që kam lexuar, kam studiuar, sidomos këto kohë, ndashin në 2 grupime. Si to kishin 2 përfaqësi. Qëllimi ishte që në fundit kishe një kryengritje të armatosur. Po vetë gjithmonë re që janë grupimet brenda kësaj strukture, këtij kuvendi, të cilat një pjesë janë pro-qeveritare, pro-turke hapur, ose një pjesë joshen për të bërë si të tilla, edhe bërthama e vërtet e këtyre adhjetarëve të mëdhenj ngelet si pak e zbuluar së temun, edhe o do të shpërthej një kryengritje para kohe, o do të jetë pa përgatitur mirë, edhe kjo gjë pasaj është në fazën finale pasaj, kur kemi
kryengritjet Kjo ndeshet kudo në dita kryengritjet, qysh nga antikiteti me sjeta, por edhe në kohën e re, edhe me revolucionet e kohës së re ka ndodhur. Janë fenomene të natyrshme të këtyre lëvizjeve të armatosura. Ju e keni kapur shumë mirë këtë element me një rrymë moderuar dhe tjetra radikale. Megjithatë, pjekjet që bëri Ali Pashtë e Pelena dhe Bushat Lind për të krijuar zotrime feudale autonome, sepse nuk mund t'i quajmë përpjekje për krijimin e shtetit shqiptar, pavarësisht se Karamahmut Pash Bushatliu në 1786 bëri një përpjekje për të krijuar një konfederat pak a shumë konfederat ballkanike shqiptar, malazez, bosnjak dhe quhej konfederat ilirike, duke gjetur një term shumë të favorshëm, një term politik, por që asnjë nga aleatët e perëndimit të tij, me cilët kryesisht ai u lidh me francezët, me anglezët apo edhe me austriakët, nuk e përkrau, sepse austriakët donin që të ruaj deri diku status quo-ja, mos krijoi shteti pavarur që ta kishin më të thjesht rrugën e përparimit drejt Ballkanit perëndimor, sepse siç dihet Austria, më vonë Austro-Hungaria pas 1866, kur krijohet mbretëria dualiste austro-hungareze, kishin tendencën që të shtrieshin në Ballkan në drejtim të bregdetit të Adriatikut. Por edhe anglo-francezët nuk u interesonte prishja e status quo-s, kërkonin ta ruanin perandorinë osmane në kufit dhe interesat e tyre nëpërmjet kapitulacione e marrëveshjeve pa barabarta që kishin nënshkruar me qeverinë osmane, pra si quhet porta e lartë, të tonin nga tregtia dhe nga marrëveshjet ekonomike që kishin nënshkruar me të. Megjithatë, të dy rënia e Pashallëkut të Janinës për atë Ali Pashtë e Pelenës në 1822 dhe rënia e Pashallëkut, shëmbja e Pashallëkut Shkodrës në 1831 i vonë lëvizje shqiptarët, sepse pikërisht në fund viteve 1830 fillon ajo që është tematika e kësaj bisede në kuadrin e emisionit ton gjurmime dhe vëzhgime historike dhe arkeologjike, është pikërisht periudha e rilindjes kombëtare. Në vitet 1830 kemi ato shkëndijat e para. Dhe çuditërisht është se fillon me rilindja në fushën e arsimit dhe të kulturës. Tash unë përsëri do të bëja një stacionin të vogël. Me që u fol shumë si vjetë me rastin e 200 vjetorit të Bajranit apo ja. Te Ali Pashtë e Pelena dhe u fol goxha dhe libra dolën dhe tash me që jemi dhe afër si thuaç pranë të Pelenës, do të doja në vështrimin tënd në mënyrë të përmbledhur për personalitetin e Ali Pashtë të Pelenës në historinë shqiptare, sepse ka qenë një nga figurat e diskutueshme dhe gjithmonë na ka munguar si thuaç argumentimi objektiv i historisë për këtë personalitet. Si mund ta përcaktoj në prag të kalimit në këtë fazë moderne të luftrave? Në historinë e Shqipërisë të paktën, po i referojmë marrim gjithmonë si bazë tekstin e historisë që mësohet në shkolla. Do thoni ju, po pse nuk i referohemi këtij teksti maket dhe nuk i referohemi tekstit manual të Akademisë së Shkencave të vitit 2002. Po teksti i Akademisë së Shkencave është pak tekst luksi, nuk është për të gjitha shtresat. Ndërsa të gjithë shqiptarët që mbarojnë shumica absolute e tyre shkollën e mesme e kalojnë këtë tekst. Ali Pashtë e Pelena trajtohet në 2 tema mësimore në historinë e vitit 4, po marr ose të klasës 12, siç po quhet tashti në shkollën e mesme të përgjithshme. Është mësimi që bëhet i Pashallëkut të Janinës dhe pastaj konflikti i shqiptarëve me Stambollin, që ka dhe një pjesë që flet për masakrën e Manastirit, që ishte me cilën perandoria osmane zhduku gjithë krerët e Shqipërisë së Jugut, që mos kishte përpjekje siç bëri Ali Pashtë e Pelena për të krijuar një shtet ose një pashallëk
shqiptar, do të jepte fund asaj periudhe që quhet anarkia feudale dhe do të vendoste qetësinë në perandorinë osmane. Ismail Kadareja ka shkruar një novelë të famshme për masakrën e manastirit, të titulluar Komisioni i Festës, ku personazhi mos gaboj ishte Bandi Llagaj. Një gjetje e bukur e tij si shkrimtar genial që është. Dhe trajtohen dy mësime që japin një paraqitje të përgjithshme, por anashkalohet figura e Ali Pash Tepelenës. Në vitin 1977 apo 78, nuk jam i sigurt, është botuar romani i Godos, romani historik Ali Pash Tepelena, që krijoi një përfytyrim të plot, të sakt, pavarësisht të prekshëm për Ali Pashën, dhe të prekshëm për figurën Ali Pash Tepelenës. Është vjersha që tashmë është kthyer është bërë shumë e njohur sepse është nga Kadareja. E Kadareja që është ndërruar dhe në këngë që këndon ponj grupi nga Ali Pash Tepelena, me vargjet Koka në Stamboll, trupi në Janin. Dhe është shkruar vitet e fundit në shtyp pro Ali Pashës, por janë hedhur dhe dritë hije duke goditur nëpërmjet figurës së Bajronit. Por kjo nuk është specifike e misionit ton. Unë jam partizani i mendimit që figura e tij trajtohet ashtu siç është në kompleksitet, sepse çdo njeri ka subjektivizmat e tij, ka të mirat dhe të këqijat, por me kalimin e viteve harrohen subjektivizmat negative dhe në historinë e çdo kombi i mëshohet anës pozitive. Neve jemi në Ballkan, ose siç po quhet tashti me terminologjinë gjeopolitike, jetojmë në Europë lindore, ku nëse ne do të tregojmë të moderuar, kjo bie pak ndesh me përpjekjet e fqinjve tanë, të cilët po të kishin një figurë, flas për fqinjët tanë Slav të Maqedonisë, po të kishin një figurë si Ali Pash Tepelena, do ta glorifikonin aq shumë sa dhe do ta shtëronin në një hero mitik. Unë jam marrë përpara disa ditësh me studimin e figurës së Anastasit, që është perandori i parë i lirë i Bizantit. Anastasi ka sunduar në fund të shekullit 5, viti 481, dhe në vitin mos gaboj 514. Dhe pas Anastasit në fron erdhi Justini, që ishte një tjetër i lirë nga Dardania, dhe më pas më i madhi perandor me origjinë lire i Bizantit, Justinian. Dhe në historinë e Shqipërisë numërova sa rreshta ishin shkruar për Anastasin. Me Anastasin trajtohet tek pika e parë e kapitullit mesjetës për Shqipërinë, flitet për Durrësin, quhet metropoli i Lirikut, flitet pastaj që Durrësi kishte rëndësi për flotën bizantine, dhe janë 4 rreshta profesor Maku e gjys që flasi për Anastasin. Po ta kishin, këtë po ashtroj juve si pyetje, po ta kishin fqinjtë tanë, a do ta glorifikonin figurën e tij? Prandaj jam i idesë që le të trajtohet me dritë hijet, por historia deri diku them që duhet të ruaj një bosht, duhet të ruaj një bazë për të treguar që ky nënpunës i perandorisë osmane u bë shumë i famshëm për atë drejtimin e tij që tashmë i përket legjendave, por që pavarësisht se rritja i në rrugën e krijimit të një shteti, ose pavarësisht se nuk u nis nga nacionalizmat, nuk u nis nga patriotizmi, por u nis nga sundimi i tij personal, neve sot na ka lënë një bazë të trashëgimisë son kulturore. Dhe do më lejoni të rendis disa kështjella, ose t'i rendisim së bashku.
Po, kemi skenën e famshme të Kalasë Gjirokastës që zhvillohet festivali folklorik. Dorën e fundit asaj kështjelle, ja dha Lipash Tepelena. Kemi Kalanë e Tepelenës, të cilën unë kam dëshirë që një ditë me kamerën dhe nëpërmjet emisionit ton ta prekim. Po, meriton një